Bravo! Hajde me re, një fotë, nuk sim. Studija vona I advance. Presidente, atual mos i këtu një minutë shkurt. Presidente. Medallim nasıl gideşti bu food? Zotri General, padratët janë të përgatitur të gatshëm për ceremoni. Raporton Rashtar Major Hyseni. Silo. Hajde prema mbrapa ajo që Zosur. Ndje e rrugës të menit. Ma dia më pas. Taksi me këtë lëvizje më pas. Një rëna e albini polana, shkravja. Po kështu po dolin para Shqipërisë, kështu. Në çrrugët e Kosovës. Jostas. Da. Njësitë të Forcës e Sigurisë Kosovës janë të rreshtuar dhe të gatshëm për epopejën e ushtrisë unitare të Kosovës. Raporton Gjeneral Cikoqi. Shumë çaj një frap të tjerë. President. Na myte për. O, shok!
Post. Release. And Jetson. Allora per Bora. Ushtar nën oficer dhe oficer, nderime atë dheut. Chandler, go! And Jetson. Të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familje e komandantit legendar Adem Jashari, të nderuar invalid e veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar mysafirë të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, mirë se keni ardhur në kazermën Adem Jashari për të nderuar veprën dhe sakrificën e komandantit legendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit në 28 vjetorin e epopejës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës përfaqëson momentin më subjet të historisë sonë kombëtare. Ajo është kushtrimi që zgjoj ndërgjegjën e një populli, flaka që ndezi zjarrin e lirisë dhe bashkoi shqiptarët anë botës në një ideal të vetëm, çlirimin e atëherë. Në ato ditë lavdishme të Marsit, sakrifica u bë themelin mbi të cilën u ngrit liria. Lufta shqiptare mori mira, jetë, prish e bija të këtij vendi. Por pikërisht mbi gjakun e derdhur dhe mbi shëndresën e pathyeshme të popullit tonë, u ndërtua shteti ynë i lirë dhe sovran. Sot me nderim të thellë dhe për ulje para veprës së tyre madhore, kujtojmë dhe për ulje para sakrificës komandantit legjendar dhe familjes së tij që u shndruan simbol të përjetshëm të shëndresës shqiptare. Të nderuar mysafirë, në vazhdim ftoj për të vendosur kurorën dhe për të bërë homazhe pranë obeliskut Presidentën e Republikës së Kosovës, zonën Vjosa Osmani Sadriu, kryetarja e
Alvina Haqiu, Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Albin Kurti, Ministrin e Mbrojtjes, zotin Ejub Maqedonci, Komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, General-Lejtnant Bashkim Jashari. Në emër të familjes ftoj bazën Rifat Jashari, si dhe përfaqësuesin e shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Një goti veç kamera, qëta ishte... Kalene veç pak më mbrapa, shkon veç pak më mbrapa, edhe pak, shko edhe pak. Veç ma shtaj klubu. Veç pak ma mrapa. Ardhën, jënë shumë, nuk i gjemë. Kalene në një pak. Moti, fala!
Të nderuar pjesëmarrës, lufta çlirimtare dhe sakrifisa e jasharëve në prekazin. Shumë i dashur Bacarifat, shumë e dashur familje Jashari, e nderuar kryetare e Kuvendit Zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti dhe kabinet qeveritar, të nderuar ish president, të nderuar oficer nën oficer ushtar të Forcës së Sigurisë të Kosovës, familjar të herojnëve, dëshmorëve, martirëve të lirisë, veteranë e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetar të komunave, të nderuar diplomatë e ushtarak të vendeve mike, i nderuar komandanti Forcës së Sigurisë të Kosovës, general lejtnant komandant Jashari, të nderuar të pranishëm shumë të dashur fëmijë nga shkollat të ndryshme anëkën të Kosovës. Në këtë tokë të shenjtruar nga sakrifica në flamurin që u ngrit mbi gjakun e dëshmorëve dhe në kazermën që mban emrin e pavdekshëm të komandantit legjendar Adem Jashari, jemi mbledhur sot për një akt nderimi që e te i kalon kohën. Në këtë manifestim madhështor për epopejën e UÇK-s dhe ditën e kazermës Adem Jashari, ne rikujtojmë çmimin e lirisë dhe betimin që u bë që ne sot të jetojmë të lirë dhe me dignitet. Në këtë tokë që dikur u dredh nga krismat e armëve të lirisë, sot qëndron krenare, kazerma Adem Jashari, një emër që nuk është thjesht emërtim institucioni, por është mbi të gjitha një amanet. Është përkujtim i përjetshëm i një figure që është bërë simbol i përjetësisë kombëtare, komandantit legjendar Adem Jashari dhe i gjithë familjes Jashari. Ata nuk zgjodhen rrugën e lehtë, por zgjodhen sakrificën, përballjen dhe mbi të gjitha përjetësinë. Në prekaz, komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja e tij u shndruan shtëpinë në kështjell rezistence, e gjakun e tyre në vull të lirisë dhe të pavarësisë sonë. Familja Jashari është altar i lirisë kombëtare dhe krenari e çdo shqiptari. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zëri i një populli të shtypur, ishte organizimi i guximit dhe shpresa që u ngret kundër padrejtësisë. Ishte ndërgjegja kombëtare që nuk pranoi të hesht. Epopeja e Marsit 98 është dëshmi se liria fitohet me sakrificë, me unitet, me besim në të drejtën tonë për të jetuar të lirë në vatrat tona shekullore. Sot krenaria jonë nuk qëndron vetëm në të kaluarën. Ajo marshon para nesh, me uniformë moderne, me profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim të palëkundur ndaj Republikës sonë. Forca e Sigurisë së Kosovës është trashëgimtare denjë e UÇK-s. Ajo bart në zemër idealin e lirisë dhe në duar mban përgjithësinë e sigurisë së vendit. E trajnuar sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, e pajisur me kapacitete moderne dhe me trupa të përgatitura profesionalisht, FSK-ja sot është e gatshme për çdo sfidë. FSK-ja jo vetëm që është e aftë ta mbrojë dheun në çdo kohë, por është gjithashtu e përgatitur kontribuojë edhe në misione ndërkombëtare të paqes së sigurisë globale. Sot, kur përkujtojmë epopejën e UÇK-s, ne po forcojmë vizionin për të ardhmen. Një të ardhme ku Kosova është e sigurt, sovraniteti i mbrohet në çdo pëllëmb, është e integruar në strukturat euroatlantike, me një ushtri profesionale dhe me institucione të forta. Kazerma Adem Jashari është simbol i vazhdimësisë historike, nga pushka e lirisë të uniforma e shtetit, nga rezistenca të mbrojtja institucionale dhe nga sakrifica të përgjithësia shtetërore. Le të betohemi sot para kujtimit të komandantit legjendar dhe gjithë dëshmorëve të kombit, para kujtimit të gjithë familjes Jashari, se do ta ruajmë këtë shtet me të njëjtin përkushtim me të cilin ata e fituan duke dhënë jetën. Do ta forcojmë ushtrinë tonë, do ta thellojmë miqësinë me aleatët tonë, do ta mbrojmë lirinë në çdo kohë dhe në çdo rrethon, sepse liria jonë ka histori dhe ka amanet. Kjo është Kosova jonë e dashur, të cilën duhet vazhdimisht ta duajmë, vazhdimisht ta ruajmë dhe ta fuqizojmë çdo ditë. Lavdi e përjetshme
komandantit legjendar Aden Jashari dhe familjes Jashari, i përjetshëm qoftë kujtimi për herojnë të UÇK-s dhe martirët e lirisë, rroft Republika e Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë presidenten për fjalimin dhe në vazhdim ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, shkencësinë e tij, zotin Albin Kurti, për fjalë rasti. E nderuar zonja Vjosa Osmani Sadriu, president e Republikës Kosovës, e nderuar zonja Albolena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, i dashuri Basari Fat, të nderuar ish president të Republikës Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe Atifeti Ahjaga, i nderuar i komandant i Forcës Sigurisë së Kosovës, general lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe deputet, kryetar të komunave të Kosovës, i nderuari zotëri Gazmend Hoxha, drejtori i Policisë Kosovës, i nderuari zotëri Petri Tajeti, drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, të nderuar ambasador e përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve mike, të nderuar përfaqësues fetar, të dashura familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës qeveritare, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, të nderuar të pranishëm. Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë qeveritare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për liri në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar përreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, si një ngjarje shembullore e fuqisë së qëndresës së dal nga guzimi dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për liri. Nga fundi i vitit 1997, pas përballjes të hapura luftarake me forcat armike të Serbisë, ushtria qeveritare e Kosovës u shfaqe dhe publikisht me 28 nëntor. Lufta armatosur në Kosovë nga një mundësi që luhatej mes rrezikut dhe kërcënimit, po kthehej në një realitet që mund të shpërthente nga dita në ditë. Sulmi i dytë i policisë ndaj familjes Jashari në Prekaz me 22 janar të vitit 1998 e zbuloi atë si shënjestër aktive të policisë serbe. Vendon se rezistenca e familjes Jashari atë ditë e rikonfirmoi pozicionin dhe rezistencën e saj gjatë rrëthimit të parë me 30 dhjetor 1991, rezistenca e armatosur kundër shtetit kriminal servis ende përgjithsisht shihej si një rrugë pa shumë gjasa për sukses. Madje deri 3 muaj pas daljes publike të UÇK-s dhe 1 muaj pas sulmit të dytë ndaj familjes Jashari, ende shumë kush besonte që lufta ishte e shmangshme. Por nëse me 28 shkurt 1998, masakrat në Likoshan dhe Qerez e shpërfaqën sheshazi projektin gjenocidal të servisë në Kosovë, e rrethimi i tretë i Prekazit 5 ditë më pas, ishte kapërcim i plot i kufirit mes rrugës së zgjidhjes paqësore diplomatike dhe rrugës së luftës e kryengritjes së armatosur qeveritare. Hyrja e çështjes Kosovës në një shteg pak thim mbrapa u bë e qartë kur më 5, 6 dhe 7 mars 1998, mira forca policore dhe ushtarake serbe në një shtet rrethim të shumë fleshtë në Prekaz, shkrepën mira predha dhe fishe kalibrash e armësh ndryshme, e ku familja Jashari rezistoi e armatosur përkundër çmimit të lartë. Në fund, plot 59 njerëz,
kishin rënë vdekur nga plumbat e tytave të armëve të shtetit serbis, dëshmor të luftës armatosur shqiptarëve të Kosovës për lirinë e synuar përmes çlirimit nga Serbia okupatore. Mes tyre Adem e Hamës Jashari ishin dy emrat e përveçshëm mbi figurat e të cilëve do të barte lavdia së rezistencë dhe frymëzimi prej luftës tyre për lirinë e Kosovës. Para më shumë se 30 vitesh, Adem dhe Hamës Jashari së bashku me shokët e tyre i filluan organizimit e para për një ushtri të Kosovës, që më pas do të quhej Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në harkun e pak viteve, UÇK-ja arriti të bëhej edhe partnere e aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, organizatës së Traktatit Atlantikut Verior, që me operacionin Forca Aleate e përmbylli luftën për shtirimin e Kosovës, duke larguar forcat e Serbisë nga BU. Kurse sot trashëguesja e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës, është kthyer në një forcë ushtarake, që me ushtritë e NATO-s zbarkon misione që ndërtojnë dhe mirëmbajnë paqen kudo në botë. Dhe gjithë kjo ka ndodhur të nderuar pjesëmarrës, dhe po ngjan nën urdhra dhe komanda të dhënë nga një kazermë ushtarake me emrin Adem Jashari, këtu ku jemi mbledhur sot me 5 mars 2026 në ditën e parë të epopesë UÇK-s për ta kujtuar dhe nderuar pikërisht rezistencën e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes tij. Përpara nesh janë rreshtuar kuadratet e ushtrisë së Kosovës, ashtu siç duhet t'i ketë ëndrruar Adem Jashari dikur, në një kohë kur ushtria e Kosovës ishte veç se një ide që besohej nga fare pak njerëz. Përballë tyre jemi të gjithë ne, qytetarë të vendit e zyrtarë të shtetit tonë, që çdo ditë më shpesh po e dëshmojmë rritjen, ngritjen dhe përparimin e ushtrisë Kosovës. Kjo edhe si rezultat të investimeve milionëshe të qeverisë Republikës në pajisje dhe sisteme të armatimit, në trajnime dhe shkollime të ushtarakëve tonë, në për akademit më të mira të vendeve të NATO-s, si dhe në strukturën dhe infrastrukturën e FSK-s. Për mbrojtjen e territorit Kosovës dhe ruajtjen e pandashmërisë së tij, për eksportim të sigurisë dhe paqes bashkë me aleatët tonë në përbotë, për lirinë dhe paqen e atdheut tonë dhe për siguri me mirëqenie. Kanë kaluar plot 28 vite nga dita kur mira forca policore dhe ushtarake serbe e rrethuan prekazën e Drenicës, duke u përballur me rezistencë të armatosur në familjen Jashari. Atë ditë 5 marsit 1998, në orët e mesditës sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga i rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serbë. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor i general lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Andaj, nën këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët dhe të gjallët e mbijetuar të epopesë së UÇK-s. Sot, nesër, pas nesër, çdo vit dhe përgjithmonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi të rënëve në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, lavdi dëshmorëve të lirisë, rroft ushtria e Kosovës dhe ne bashkë me të e krah ushtarëve të atdheut. Ju falenderoj.
Ruat poshtë. Lëviz. Francesco.
nderin dhe respektin që i keni bërë epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit për prezencën tuaj. Kuadrata, Adi, tu! Komandantët e kuadratëve, bënë komandën dhe veproni sipas planit. Dolem shikon se ka. A keni më mbajt pak në konferencë për media, zonja presidente, për të gjitha e fundet. Коллеги, шпина, ви спікаємо в Європу. Коллеги, на все сім'ю. Ju cila shkollë? Edhe ju pavarësi? Shkolla pavarësi në shkollë? Cilët klasë jeni ju? Ama sok! Ama sok! Ama nie sok! Oj, oj, A ju ka pëlqyer ceremonia gjithve? Bravo. Bravo Luçka të bukur. Bravo. Bravo, 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 bravo. Hajde. Cila shkollë jeni ju? Hajde. Ku jeni?
Kujdes me fëmijë, kujdes me fëmijë. Me mësu shumë shkollë me na bot gjithve krenara, o bo? A o bo? Edhe juve zot ju rritë.